Ky robot po zvendëson kamarierët tanë. Po, në këtë restorant ushqimi ta sjell një robot, por sot nuk do të provoj vetëm këtë. Do të shkojmë në disa vende të çuditshme që duken shumë normale na jashtë. Një lokal plot me mace, një kinema 5D ku ka riget lëvizje siguria brenda filmit dhe sigurisht një restorant me robot kamarier. Cila nga këto eksperiencë ja vlen më shumë? Le ta zbulojmë eksperiencën e parë. Shkojmë të pimi kafe, po nuk do vëmë në një lokal normal. Ky është një lokal që ka mace brenda. Për gjithë ata që duan mace, që i kanë qef, ky besoj është lokali perfekt, është parajsa atyre. Por ka disa rregulla që duhet i ndjekim pik për pik para se të futemi te lokali mace, si të pastrojmë duart, të mos flasim me zot lart, mos të gacmojmë macet dhe t'i lëmë të vinë vetë tek ne. E gjëja më kryesore është që ti duash kafshët, dhe unë nuk lejojm këtë ose bëj shaka. Një fun fact, unë nuk kam përgëdhelur asnjëherë mace, kështu që duhet hera ime e parë që do përgëdhel macet. Dhe shkojmë si do shkoj, nuk e di si do jetë si eksperiencë. Besoj se do janë fiksi ato arushat kur kemi qenë të vegjël, kështu që haj foto. Kur futam brenda ambienti ishte i vogël, por cozy dhe i përshtatej fiks ti vibe-i. Vendosa të ulëm aty afër dhe çfarë të shikoj, një mace ishte ulur ngjitur me jetë. Do të dezinfektoj mirë duart, është rregulli i parë këtu. Po, ky nana duhet i këtu. Jam i sigurt që këtu më shoh mace, po nuk kam provë. Ata i xhupin. Po. Kam frikë mos tremb këtë. Morë edhe një kafe. Iku. Jene shtatë do i bësh në naftën. Hadi, këtë mikë no. Mikë gjithmonë. Hadi këtu. Tek dera më sa duket rini vetëm këto dy mace, dy alfat e grupit dhe po përpiqeshin të bënin një plan djallëzor për të ikur nga ky lokal. Ço në gjë. Ço. Se do vesh shkollë. Ço. Merua më djesara. Ço. E zlogë. Zgjova ti. Qyre mbylli buqen dreqi. Ik mort këmë. Tek banaku atje ishte kjo mace e griqe, më duket se kishte vrarë këmbë ose u ngrit një herë si po ecte. Pas disa orësh mace portokalli thjesht hoqi dorën atë planit i djallëzor për të dalë nga lokali dhe vendosi të flinte pak gjumë. Të normal, një gjumë i mirë, sjell disa ide të mira. Këtu ishte ushqimi për macet dhe disa stikera që janë stiker WhatsApp-i. Por gdhela vura në gjumë dhe vendosa të marrë librin që ka shkruar vetë kjo macja, titullet Miau dhe do t'ju tregoj pak nga kapitulli i parë që është Miau 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 Miau. Dhe si që shikoni është shumë e detajuar si miau 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 miau, duke kaluar tek kapitulli 2 gjithashtu që është miau miau miau. Dhe është një vepër shumë e thellë për Macin që ka shkruar këtë libër. Nëse vajta në banjo, kishte do dy stikrat e lezetshëm këtu. Banja vinte pak herë të drejtën, vinte jo pak por shumë herë. Normal era kak Maci. Por gjithashtu banja kishte edhe një banjë speciale për mace, që ishte shumë e bukur. Nëse ky vend ishte shumë i lezetshëm. Nëse i keni shumë qef mace, do të kaloni një eksperiencë ndryshe dhe ndoshta ju afrohen më shumë mace se sa më afrohen mua. Para pak minutash ishim një lokal plot me mace. Në vend që në pamjet parë duke normal, faktikisht ishte super i veçantë, por tani do të shkojmë në një vend tjetër që duket akoma më normal, që është një qendër tregtare, sepse në fund ditës, çfarë ka një qendër tregtare? Ka dyqane, vende për të ngrënë dhe plot gjëra për të kaluar kohën. Por arsyeja pse erdhëm këtu nuk është për shopping, jo, sepse këtu brenda ka diçka që nuk e sheh çdo ditë. Nuk po flasim këtu për një kinema normale, jo. As një kinema 3D. Por kjo kinema është 5D. E din ato kariget kur lëvizin ka efekte dhe ndjes kur je brenda filmit, fikse ato. Kështu që hajde gjitemi në katrin e fundit të qendrës tregtare Ring edhe shikojmë, provojmë si do jetë kjo eksperiencë me kinema 5D. Jo, nuk e bëra qiq në brek, nuk ishte aq reale. Okej, kushdo që vinë këtu do ta provojnë këtu kinemash më ndryshe se kinemaja 3D. Ky ishte edhe kinemaja 5D, vërtet ishte një eksperiencë tjetër. 5 minuta film pak a shumë, por që vërtet ja vlen. Nëse doni diçka që duket vërtet si reale,
thjesht mos marrin blicin ndezur për filmoni. Dhe pash kishte kamera jashtë, më vjen shumë keq për njerëzit që na kanë parë duke parë filmin 5D, sepse aura ime mistike dhe nonchalanti im nuk arrit të do ta shisnin kinema në 5D, kështu që nëse ndjet një aura misterioze nonchalanti 182 cm gjatë isha unë. Dhe mbasi u tronditu me kinema 5D, vendosëm shkojmë në lokacionin e fundit që është një restorant. Në pamje të parë duket si një restorant krejt normal, por në momentin që shkon afër aty vret diçka shumë të pozakontë, sepse këtu kamarieri nuk është njeri, është një robot. Aha, po, një robot. Për të ndihmuar kamarierët të japin një shërbim më të mirë, sepse kamarierët tanë nuk duhet të shqetësohen më të bëjnë punë të përsëritura. I mësuar që vin kamarieri, bëjmë muhabet, jo po nga je ti, jo po i kujt je, bla bla bla, ndërsa këtu gjithçka bëhet me autonomi. Shkova te restoranti, mora një kafe afër detit, afër mbretit, si thon, por për fatin tim të keq, robotët nuk ishin ndezur sepse nuk ishte aq shumë klient sa për të ndezur robotët, dhe ja siç mund të shikoni, nuk ishte vetëm një, por ishin shumë robot. Sot pam një lokal me mace, një kinema 5D dhe tani një restorant me robot kamarier. Dhe kjo është eksperjenca jonë për të provuar disa nga vendet më interesante që mund gjeja, që në pamje të parë duken normale, por kur i shikon mirë nuk janë aq normale, janë speciale. Nëse ju pëlqeu ky video, mos harroni të bëni like, share, subscribe, sepse kush e di, do të vendi tjetër që do provojmë duhet akoma më i çuditshëm.